muzike, emocione dhe duartërkitje, kursi i muzikës Prima në Klin shënoi 10 vjetorin e themelimit. Në koncertin jubilar u prezantuan talentet e reja të këtij kursi, të cilët interpretuan para publikut këngë të zhanreve të ndryshme, duke dëshmuar punën dhe përkushtimin e tyre ndër vite. I themeluar një dekadë më parë, kursi i muzikës Prima është bërë një adresë e rëndësishme për zhvillimin e talenteve të ri në Klin edhe me gjerë. Gjatë këtyre viteve, qindra fëmijë të ri kanë ndjekur mësimet muzikore, ndërsa shumë prej tyre kanë arritur suksese në festivale dhe aktivitete artistike. Rasim Gashi, drejtuesi i kursit Prima, flet për historikën e kursit, sfidat gjatë 10 viteve dhe planet për të ardhmen. Unë jam Rasim Gashi, jam themelues i kursit muzikës Prima këtu në qytetin e Klinës. Sot po e festojna një 10 vjetor, po e festojna një numër të madh të aktivitete brenda këtyre viteve. Andaj sot së bashku me nxënësit, me prindrit, me qytetarët e Klinës dhe me gjerë, i kena kremtu vitin jubilar që është 10 vjetori i kursit Prima. Kursi Prima daton që 10 vite, ku brenda këtij kursit fal talentit e nxënësve, fal punës e tyre, fal dashurisë që kanë për punës, disiplinës, kanë arritë të japin paraqitjet e tyre profesionale brenda dhe jashtë vendit. Andaj përket ne gjithë krenohemi, jo vetëm Klina dhe me gjerë. Në mesin e talenteve që po spikasin janë edhe Klejda Bashota dhe Artina Gashi. Të dyja tregojnë se hapat e parë në muzikë kanë nisur pikërisht në kursin Prima, ku kanë zhvilluar talentin dhe pasionin për këngën. Unë jam Klejda Bashota, jam 15 vjeçare dhe kursin e muzikës, kursi Prima e vijoj qysh nga mosha 9 vjeçare. Mendoj qysh nga mosha shumë e vogël, edhe kam marrë pjesë në festivalet shumëta, në Kosovë, në Shqipëri edhe në Maqedoni, ku në Kosovë në festivalin Diamond Fest e kam marrë vendin e parë në kategorinë e parë. Pastaj festivalit im i parë, që kam qenë më emocionuar edhe nuk kam qenë e familiarizuar me skenën, ka qenë Lyra Fest, edhe aty e kam marrë çmimin interpretimi dhe kompozimi më i mirë. Përveç këtyre, kam marrë pjesë edhe në festivalin IFLC, International Festival of Language and Culture, në Gjermani, ku ka qenë një festival garus, edhe e kam marrë çmimin Rising Star, yllin e ngritje. Përveç kësaj, kur kam marrë pjesë në Gjermani, i kam pëlqyer shumë edhe më kanë ftuar me këndu edhe në Amerikë, në Chicago. Për të ardhmen është që me përfaqësu Kosovën ose Shqipërinë në Eurovision. Shëndetje, unë jam Artina Gashi, vi nga qyteti i Mitrovicës, jam pjesë e kursit Prima që 3 vite. Kam filluar nga mosha 11 vjeçare, kam qenë prej e vogël e kam pas dëshirë këndimin dhe prindrit e mi kanë qenë të interesuar për një kurs, edhe ne më shumë kemi zgjedhur për kursin Prima dhe tash asaj ditë jam në kursin Prima.